Zbulohen raste skandaloze të mashtrimit të qytetarëve nga kompanitë e mikrokredive. Një prej rasteve është e familjes Koka nga Bërzhita e Tiranës, të cilëve u sekuestrua nga përmbarimi një godin 130 metër katror vetëm për 2.000 euro. Një tjetër rast skandaloz është ai i grabitjes së një ndërtese 180 metër katror në Tiranë, ku kompania e mikrokredive e mori nga përmbarimi për vetëm 1 milion lek. Deri më tani besohet se mbi 100.000 persona kanë rënë prej skemës abuzive me mikrokreditë në Shqipëri. Bashkëshortët Koka nga Bërzhita e Tiranës kishin marrë kredi tek një nga institucionet financiare që operojnë në tregun vendas. Në vitin 2022 ata kishin mbetur pa shlyer shumën, rreth 22.000 lekë të reja. Në prill të atij viti një përmbarues privat sekuestron pasurinë e tyre, një ndërtesë 130 metra katror me vlerë qindra herë më e lartë se sa detyrimi i kredisë. Në vijim përmbaruesi e nxjerr pronën e familjes Koka në ankand. Rezulton që nuk ka asnjë ofertues dhe godina i kalon shoqërisë së mikrokreditit MCA për shumën minimale prej 238.000 lekësh të reja. Ky është një nga të paktën 11 ankande të dyshuara fiktive nga Prokuroria e Tiranës me organizator përmbarues të ndryshëm dhe shoqëritë e mikrokreditit MCA dhe Final. Në një rast tjetër, familjarëve Mema po nga Tirana u sekuestrohet një godin 182 metra katror për një detyrim të pashlyer në vlerë 892.000 lekë. Kjo pronë shitet në një ankand të dyshuar fiktiv ku përfituesi fundor është sërish shoqëria e mikrokreditit MCA, e cila regjistroi si pronë të saj pasi pagoi vetëm 953.000 lekë për një pronë që mund të përllogaritet në 10.000 euro. Bazuar në këto veprime të dyshimta, Prokuroria e Tiranës njoftoi këtë të premte se ka vendosur në sekuestro kuotat e shoqërive MCA dhe Final. Më herët prokurorët e kryeqytetit kanë lëshuar urdhër arreste për administratorët dhe drejtuesit e këtyre shoqërive të mikrokreditit, si dhe për disa përmbarues të dyshuar se kanë krijuar një skemë mashtrimi masiv. Besohet se nga kjo skemë janë mashtruar deri në 100.000 persona, por guvernatori i bankës Genseiko e konsideroi të egzageruar këtë shifër gjatë një raportimi në kuvend. Afera e mikrokredive është në hetim nga Prokuroria e Tiranës, por edhe nga SPAK. Kjo e fundit u detyrua pak ditë më parë nga gjykata e posaçme që të verifikojë edhe rolin e guvernatorit Seiko dhe Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në kontrollin e këtyre shoqërive të mikrokreditit.